Po ta mendojmë thellë, një nën punon tërë ditën, nuk ka luks, nuk ka pushime egzotike, por kur fëmia i saj e përqafon dhe i thot të dua, ajo ndihet e pasur dhe ndihet sikur ka gjithë botën. Pse? Sepse ajo fokusohet tek dashuria. Ndërsa dikush tjetër që ka gjithçka materiale, ai mund të ndihet bosh sepse fokusohet tek ajo që i mungon. Mendja jonë është si puna ati xhamit zmadhus. Nëse ne shikojmë problemet do zmadhohen dhe do bëhen të pakapërcyeshme. Por nëse shikojmë bekimet, ato do zmadhohen dhe do bëhen dritë. Nuk po them tani që ti ignorojmë vështirësitë që do kalojmë në jetë, por të mos lejojmë që këto vështirësi të na marrin të gjithë fokusimin tonë, gjithë horizontin. Edhe nata është e errët. Por ka hyje, ama duhet të zgjedhësh të ngresh kokën që ti shikosh këto hyje. Një fjalë e urtë popullore thot: dita e mirë duket që në mëngjes. Çdo mëngjes, nëse ti e pyet veten, kam shëndet? Kam ajër për të marrë frymë? Kam. Atëherë kam një shans tjetër dhe sot. Pra, dita jote në këtë mënyrë është dhuratë. Sa më shumë që ti ta ushqish lumturinë tënde me mirënjohje, aq më e fortë bëhet lumturia jote. Sa më shumë ta ushqish atë me ankesa, aq më e dobët është lumturia jote. Zemra mësohet me atë që ti i jep çdo ditë. Mendo, ka njerëz që do donin ta kishin atë familjen tënde. Ka njerëz që do donin të kishin shëndetin tënd. Ka njerëz që do donin të kishin mundësitë që t'janë dhënë ty, që ti i quan ato të zakonshme. Pra, të mos shohim vetëm boshllëkun. Ndërkohë që jeta po na kalon, dhe një ditë ne mund të zgjohemi dhe të kuptojmë që ato që ne kishim ishin një mrekulli, por ne nuk i shifshim. Mos e kupto pra vlerën e diçkaje vetëm atëherë kur ti ta humbasësh.